Kthehemi te pjesa e fundit, se jemi në minutat e fundit. Nëse do të ketë vendim për rritje, çfarë hapash institucional mund ndjek? A mund mos sfidu ligjërisht? Bazë metodologjisë, tash, na nuk e kena menu në bazë metodologjisë që ekziston tash, që vendimi për rritje, dyqysh monet, gjithmonë ekziston mënyra ankesës, padis, po diçka që nuk kthehet. Unë besoj që kjo kryet, i vetmja arsye që nuk rritet rryma elektrike është dikush do të me subvencionu. Plus janë edhe... Se vendosë qeveria me boni zgjidhje, me subvencionu... Dikush do të me subvencionu. Unë e tregova në bazë raporteve që janë. Na veç i kena shpenzu 40 miliard. Deri sa s'ka llogari dhënie dhe përgjegjësi, sigurisht që dikush do të më rrëvo. Plus do të me pas në njëni blok i Kosovës B për 4 muaj të 5 muaj shkon remont general. Në general. remont komplet. Me 170 megawatt. 170 me 230. Ta se ditë cila shkon ai që prodhon 40 më pak, ai tjetër që prodhon normal. Tash ti që diferencë dikush do të më pagu. Ose me abo çuça kanë bëu atëherë përpara, para 2-3 vjetë, që ke shpallshën gjendjen e jashtëzakonshme. Edhe me gjendje të jashtëzakonshme thotë tash ka reduktime. Ose që kanë gjetë të raste tjera, nëse merr parasysh vitit 2024 kur s'ka pas më shumë investime ose në rrjet societash. Se gjoshin hapësirë ligjore, që mos të tanon rrymë dhe që ka intervenime në rrët. E që ato intervenime apo në kthejen eve, se nëse ti në rëni të rafo, ose dishka humbje teknike që ato janë. Do me thonë, ti duhet, kur të bëjsh një investim, ti thonë, one për ceku gjithë, le shtrajtuhet e 25%. Kusht le të kryon një stabilitet mas 1 vjetë, 2 vjetë, 3 vjetë, 4 vjetë. Na kena më na shtrajtu 15%. A petë vitin tjetër? A vitin tjetër e kinje. A ka në rrugë që është më sfidu këj vendim nëse merët? Unë mendoj që gjithëherë ka rrugë, si në aspektin legjor, si në aspektin e arsyetimit socioekonomik, do të gjenden rrugë që me kundërshtu. Hapi parë, sa mendoj që u arrit me këtë revolt qytetare, është se tarifat do dojtë të hyshin në fuqi nga 1 prilli dhe sot deklaroi kryeshi ekzekutiv i ZRE-s tha që do të fillojnë nga muaj maj. E poshtë një lloj sekuencë ato që mendoj 1 muaj vetëm janë zbrapsë dhe kam një bindje prapë që nëse vazhdon kjo revolt dhe presion qytetar, ky vendim nuk do duhet merret. Zoti Sefaj, hapat që do t'i ndërmerrni përveç protestës që keni me... Ne kemi parlemru protestë dhe do të mbajmë. Unë besoj që ata kanë mi thirë mendjes për arsye se aty janë me mbrojt interesin publik e jo me nxjerr aso shkaravinau, që po e them, raporti për të hyrat maksimale të lejuara, edhe për mu që nuk jam i fushës është shkaravin. Jo për dikë që është i fushës e i duket për faqet zezë, në rast se ata do të marrin një vendim të tillë, e cili për ne vendim është arbitrar. Ne do të atakojmë në gjykatën themelore në Prishtinë dhe kemi argumente të bollshme, nuk po du me i cek sot në të cilat për t'ju sjell në mendje që ndonjërin prej tyre ta evitojnë që vendimi i tyre do të anulohet nga gjykata dhe do të vendosi mosën e përkohshme që të mos mund të ekzekutohet vendimi para se të nxjerret vendimi i formës së prerë nga gjykata themelore në Prishtinë e që ne besojmë që atë vendim që do ta marrin mund ta mbajnë në sirtar derisa të krijohet, themelohet institucionet e Republikës së Kosovës dhe presim që me krijimin e institucioneve të reja ku vendi i Republikës së Kosovës duhet t'i thirrë ta zotni në përgjithësi duhet të shkarkohen dhe duhet të emërohet një bord i përgjithshëm dhe që në rast se prap do të ketë hezitim, ne do të përdorim edhe presionin qytetar për të mbledhur në nënshkrime për t'i obliguar ata që të nisin iniciativë legislative që mënyrë që ne ta kushtëzojmë edhe në aspektin ligjor, mënyrë që të ndalet kjo katrahur e cila e bën të pamundshme jetën e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe ajo që është më e keqja i bën bizneset tona jo konkurruese e thellën akoma më shumë deficitin tregtar dhe ajo që e bësht hala më shumë ka me nxjerrë në rrugë mira punëtorë për arsye se bizneset kanë me zvoglu numrin e punëtorëve se nuk ka llogari ajo më dalë në treg të hapun pse e mban Alin bashkimin dhe Vjollcën punë dhe ka me përgjysmuar dhe numrin e punëtorëve për arsye se ka me qenë e pamundshme me operu si biznese ata që
janë atje, duhet ta dinë që ne jemi ekonomi konsumuese, nuk jemi shumë ekonomi prodhuese, dhe në rast se ikun këta njerëz, veç nëse kemi marrë me votu në sezona se nuk di ku kanë mi morë njerëzit për mi pagu taksa këtij veni. Faleminderit shumë, zonja Nura, çfarë presni me 11 prill, a do të ketë përkraje të madhe qytetare për me kundërshtu këtë propozim për rritje të çmimit? Në fakt, organizimit qytetare dhe iniciativat qytetare kur janë të organizume edhe kanë një qëllim të përbashkët që i konvenon secilit pa dallim të çfarëdo lloje, din me qenë shumë të fuqishme. Edhe në këto e kisha ftu gjithë që me bo rezistencë për shkak se kemi argumente mjaftueshëm. Unë veç kisha dashur me ditë deri ku, nëse po shkoj me çto ritme, ku e kemi plan me unal, edhe ku e kemi plan me dal. Nëse nuk ka asnjë zhvillim, nëse nuk ka investime, nëse nuk ka ngritje të pagave, ngritje të kapaciteteve, të prodhimit, çka do, jam shumë kurioze me ditë mas një kohe me që të rritëm ku kemi me dalë, çka ka me ndodhë me neve dhe me ekonominë tonë. Edhe mos të harrojmë një sen me rëndësi, se nuk është fush direkte jona, apo indirekte është e secilit, efektet sociale që jep kjo lloj krize, edhe kjo lloj vështirësimi i jetës, edhe vështirësimi me ja dalë, me funksionu në një mënyrë të dinjitetshme, për shkak se veç se jemi, domethënë në një fazë ku shumica e popullsisë veç se mendja del shpenzimeve, domethënë nëse bëjmë krahasimin e pagave, po thamë që kushtimisht 500 euro tash me vite ma parë, ndoshta me 500 euro ke majt një familje prej disa antarëve. Po thamë jo me luks, mirë po me gjona elementare, po e sot domethënë as elementaret nuk i mëmri me siguru. Plus shtoja këto efektin tjetër, nëse veç bëhen këto shtrejtime këto, sinqerisht i kisha ftu për me mendu në zgjidhje afatgjata, e jo në kësë zgjidhje ad hoc. 11 prill në ora 12 në protest. Për fundet e sejve shkurt? Me 11 prill, ditën e premtë, në ora 12, juftoj me dalë në protest, me u bashku, me nalë këtë vendimarrje arbitrare. Njerëzit nuk kanë besu që na kur mujmë me kont lirë dhe me boshtet, po na kemi bo se mi kont vendosën. Edhe ditën e premtë, në rast se na dalim masovikisht, e dërgojmë mesazhin në adresën e duhur dhe ata e din që duhet të reflektojnë karshi kërkesave tona. I kanë veç dy zgjidhje. Ose me refuzu propozimin e zëreja, me refuzu propozimin për ngritje të çmimit të energjisë, ose me dhonë dërheqje. Alternativë tretë nuk kemi me pranu. Shihemi në protestë.